Erdhi lumi. Dico të pasërë ti të alimin në shumë të bukur. Da shumë miq, ka vetëm rini. Shih. Erdhi lumi. Hajde, afro. Erdhi lumi i vjeve. Sot do ketë super fjalime. Vetëm rini. Gjenerata Gen Z. Gjenerata Z. Ja unë kisha zemra. Ato janë njësha. Tjerë të sa i ka vra, sistemi totalitar. Millenniumin e tjera i ka vra sistemi. Janë kështu të trëmbur. Bravo, Ornia. Moj rini. Thuja këngësh ashtu si ti. Ender. Hajdeni të nisuni. Ju gjeni në për shtëpia. Hajde. Afroni, mos keni frikë, mos u kompleksoni. Ne ju keni frikë juve. Keni gjuga këto patronazhistat, jo partia, jo leshi. Nuk ka parti këtu kësheshi. Nuk ka parti kësheshi, o dashur me. O brezi arshëm, nuk ka parti këto. Se jam unë aty. Ju gjeni në për shtëpia, afroni. Hajde hyje. Çat bo për çare ama Çat bo për çare ama
Po prapë s'do ta dini, o komunista, nuk do ta dini. Veçani sa doni. Prapë do të shtoni. Shih. Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen. Jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen. Raman bur Berishan bur, Raman bur Berishan bur, Raman bur Berishan bur, Raman bur Berishan bur. Ramaik Luljajde. Emanuel Ramaik Luljajde. Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen. Ne këtu kemi ardhur për diçka, kemi ardhur për revolucion, 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 revolucion. Revolucion. Përshëndetje! Përshëndetje shqiptar! Përshëndetje të rinj! Përshëndetje student! Dhe të gjithë ju që po na ndiqni! Sot në këtë ditë jemi mbledhur për Edi Raman! Jemi mbledhur që Edi Rama të jap dorëqe! Edi Rama, studentët e të rinj nuk të duan më. Kanë 17 ditë që po ta thonë pa ndalim. Jep dorëqen. Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen. Në fakt, sot këtë protest, ne kemi dashur që ta dedikojmë të rinjve dhe studentëve. Të gjithë atyre që do ta ndërtojnë Shqipërinë dhe duan që ta bëjnë një Shqipëri më të drejtë për të jetuar. Parini nuk ka Shqipëri, Parini nuk ka Shqipëri, Parini nuk ka Shqipëri, Parini nuk ka Shqipëri. Një njoftim i rëndësishëm, organizatorët duan ta japin nga dita e nesërme, protesta nis në orën 7. Bravo!
Gjithashtu, të gjithë të rinj, cilët duan sot të flasin, por dhe ata që duan që t'i japin mesazh të rinjve, të afrohen pranë podiumit. Sot do t'a nisim ndryshe nga çdo ditë. Kryeministri është friksuar nga protestat dhe vazhdon reagimet e tij duke u përpjekur të na hedhë i syve. Sot studentët kanë përgatitur një kundër përgjigje, fjalë për fjalë, gërm për gërm për gjithë pikat e tij. Ju ftojmë ta dëgjoni me vëmendje. Pika e parë. Kryeministri tha që ky investim është në interesin publik. Një pyetje, kur ka qenë hera e fundit që një investim ka qenë në interesin publik? Kur? Prandaj, ne vazhdojmë të themi, anullo projektet, anullo projektin dhe zhduku nga Shqipëria! Zoti kryeministër tha që kjo protestë po dëmton turizmin dhe imazhin e Shqipërisë. Po a e di zoti kryeministër që ka familje shqiptare që nuk ka shkuar kur në Bregdet për pushime? A e di zoti kryeministër? A e di zoti kryeministër që ne po na suporton e po na dojnë gjithë bota, sepse ne kuptuam të grejmë zërin kundër atyre këtu? Kryeministri tha që kjo protest ka brenda të keqen e madhe të ekstremizmit. Por ai dhe klasa politike që ne kemi pasur në 35 vitet e fundit ka qenë e keqja ekstreme, më e madhe të këtij vendi, pasi për 35 vite ne kemi qenë numër 1 në statistikat e Europës për korrupsion. Kryeministri tha që kjo protest ka egzaltuar mendje të cekta që janë bashkuar në mendiume të ndryshme me idenë që deti ju bë kos. Qeveria po mbyten, një orë e re erdhi për lugët në brezat e tyre. Ne themi që kjo protest ka egzaltuar mira të rinj dhe të reja. Diçka që kjo klasë politike se ka bërë që 30 vjet. Jeni të bindur se deti ju bë kos, qeveria po mbytet dhe një orë e re ka ardhur për lugët e shqiptarëve që si mbushën tot kur. Rama jepe dorëheqje, Rama jepe dorëheqje, Rama jepe dorëheqje, Rama jepe dorëheqje, Rama jepe dorëheqje. Mos u mërzisni se kundër përgjigjet janë të mira. Dëgjoni, pika 4. Prej këtyre pikave kryeministri tha që ka keqardhje për ne të rinj që kemi bashkuar qorrazi. Madje thot që ne jemi të zhgënjur. Në të vërtet, i zhgënjur i vërtet është Rama që nuk po e zbet dot protestën. Keqardhje ne nuk ndjejmë për marshimin. Keqardhje ne ndjejmë sepse ku janë inxhinierët që do ta ndërtojnë Shqipërinë që këta shkatruan? Ku janë doktorët dhe mjekët që do t'i mjekojnë plagët e kësaj Shqipërie që këta e plagosën? Ku janë arsimtarët që do ta edukojnë brezin e ri që këta i lanë rrugëve?
Pika e 6 dhe e fundit që na thot kryeministri. Përfituesja kryesore në qenë nga qeveria, që ndori mosim nga pjesa e çitër e protestës. Si pjesë e çitër e protestës, keni vetëm një mosim për të zoti Edi Rama. Dorë heqje! Dorë heqje! Dorë heqje! Shtoj Angelon, një student gazetariet në mbaj fjallën e ti. Motra dhe vëllezër, unë jam një student që jam përballur me burokracinë që në banë një vjeçares. Jam një student që protestoj sot për shumë padrejti që i është bërë këtij vendi 35 vitet e fundit nga klasa e qenë për politike. Zoti Kryeministër, ne nuk kemi nazist, ne nuk kemi fashist. Nazist dhe fashist janë ata që lejnë fëmijët të vdesin për bukën e gojës. Janë ata që lejnë spitalet pa ilaçe, ku vdesin njerëzit për shërbim. Dhe ne jemi këtu për ta ndryshuar këtë gjë. Në rregull, dhe ne nuk do të riqemi. Po të nevoja të do vlen në shkallët këtu, derisa ju t'jemi do reqe. Edhe tani, një figurë e respektuar e arsimit të Shqipërisë, profesor doktor Shushaj. Përshëndetje vleruar për shqiptarë. Shpreh respekt dhe minjohje thellë për çdo protestues në Shqipëri, sepse sot më shumë se kur Shqipëria ka nevojë për qytetarë të përgjegjshëm që reagojnë e protestojnë e jo përsëri. Në mënyrë të veçantë, shpreh respekt e minjohje për edhe dhimbjen time të thellë, e dhimbjen e çdo prindi dhe intelektualit të Shqipërisë për studentët dhe nxënësit e Shqipërisë. Pjesa më delikate e më masakruar në këto 35 vjet. O shqiptar, o bashkëkombës të mi, nuk ka vend në botë që ka masakruar shkollat dhe universitetet sikur Shqipëria, e kjo i dedikohet të gjitha qeverisjeve të fliqura të Republikës Shqipërisë. Dhe të nderuar student dhe nxënës të Shqipërisë, ju flet një njeri që fëmijët e ka arsimon në Shqipëri dhe që e ndij çdo ditë dhimbjen se edhe sot mbi 10 vetë do të marrojmë maturën dhe do ikim jashtë. Janë 26.600 maturant që as gjysmë e tyre rrinë në Shqipëri, sepse universitetet e Shqipërisë, klika e ndyrë sorosiano-komuniste i ka kthyer një shpella nepotiste e korrupsionit. Sepse në shkollat dhe universitetet e Shqipërisë nuk japin më mësim individet intelektual me meritokraci, por spurdhjakët dhe korrat e nepotizmit të partisë. Sepse bazat prodhuese të shkollave dhe universiteteve nuk mund kur në funksion të profesionalizmit dhe qytetarisë Shqipërisë, por u vëllën dhe u banë vila për horat dhe qëndësirat e partisë. Sepse kur studentët dhe nxënësit e Shqipërisë nuk i nuk që të ministrit e partisë dhe e kanë shkatruar. Nuk është faji studentëve dhe nxënësve të Shqipërisë që sot universitetet e Shqipërisë radhitën 4.000 vende mas Universitetit Beogradit, as 2.000 vende mas Universitetit Kosovës, mas 3 universitetet e tjera. O njerëz të nderuar, është koha të reagojmë për presin e ri e të mos mashtrohemi ma si kur mashtrohem 1992. Prindër të Shqipërisë, sepse sot e mora fjallën nga studentet, nuk desha me folë. Kini ligjani e Zotit,
pahu një njerëz të përgjegjshëm, pahu një pak më të përgjegjshëm se kafsha. E mos botoni kur mohosmin e fëmijëve tuaj. Pahu një të përgjegjshëm, e botoni ata që ngrejnë dhe mbajnë universitete. A dini ju që fëmijët tuaj në shkolla e universitete nuk morën as qytetari, as profesionalizëm. E ja u thot një njeri që punoi në profesion ti prej 40 vjeç. Një njeri që në jetën e tij si ka futur dorën që pas studentit asnjërit. Kollë me horra, kollë me të korruptuar, të shkirojmë universitetet, të nderuar studentë Shqipërisë. Mbledhuni në fakultetet tuaja, në universitetet tuaja dhe pastroni universitetet nga të korruptuarit e nga fondat e nepotizmit. Dhe punit, shqiptarë dhe tashamirë të Shqipërisë, të mlidhemi e të qëndrojmë, të mos i besojmë asnjë mashtruesi dhe sofisti marksist, por të qojmë protestën deri në fund e të rikthejmë Republikën Shqipërisë, të rikthejmë funksionet e Republikës, të rikthejmë pluralizmin, forcën e votës së lirë dhe meritokracinë në institucione, të rikthejmë shpresën për të pasur shëndetësi, bujqësi, mjedis për fëmijët e Shqipërisë. Dhe ju falenderoj shumë, e po mbyll si gjithmonë, rrofshin studentë dhe një studentëve rrofë Shqipëria asëri herojve, rrofë Europa, rrofshin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që po japin goditjen përfundimtare bandës së fllishur sorosiano komuniste. Ramapur Perisampur, Ramapur Perisampur. Ftoj Gjanën, një studente që do t'japin ajo fjalën e saj. Përshëndetje të nderuar qytetar, student, koleg, të arsimuar, të paarsimuar, përshëndetje prindër, përshëndetje ju prindër që i keni fëmijët larg, përshëndetje të gjithëve. Në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, neli 18 garanton liri. Dhe ne nuk kemi asnjë liri këtu. Ku është liria? Ne shohim vetëm parlament dhe këta zje për interesat e personale të vetat. Dhe ne vuajmë. Gjithse cili nga ne mund të ketë prindrit larg, apo ata prindër mund të ketë fëmijë larg. Ne këtu jemi për të dhënë një mësim, për të dhënë një fjalë. Dhe të gjithë duhet na dëgjojnë, ata që s'kan vend këtu duhet largohen. Sa më parë, sepse ne u bëzitar 17 që jemi këtu. Dhe nuk kemi për të larguar, ne nuk kemi për të hequr dorë asnjë moment. Duhet largohen ata që s'kan vend këtu. Këta ata s'po na lëshin e ta të arsimojnë. Dhe Rama ka thënë, ka punë po s'ka profesionist, ka thënë. Jo, punë ka, po puna këtu merret me mikë. Puna këtu nuk merret po s'ka të mikur. Dhe këtu ka shumë të papunësuar. Të gjithë duhet të jemi vigjilent dhe duhet t'i lejojmë ata këtu më. Rama jep e dorëheqje dhe ik. Largohu që këtu. Nuk kemi liri, nuk kemi të drejta, nuk kemi të barabartë. Sa e sa po vuajnë, ka shumë të paarsimuar këtu. Për fajl duaj. Dhe jo Berisha, po as Berisha, as Rama dhe asnjë. Asnjë s'kemi harruar, as Belinda se kemi harruar. As Lalimi nuk e kemi harruar. Asnjë. Tu duhet jemi të gjithë për të drejtat tona, sepse po vuaj. Unë prindërit i kam larg dhe ata prindër vuajnë për mua. Ashtu se kurse vuajnë të gjithë fëmijë dhe prindër. Të gjojnë të gjithë dhe profesoresha, edhe njerëz, dhe student, edhe pensionista që duan të shohin një prit e tyre sa më larg. E di që çdo nënë i vjen zoti për fëmijën e vet.
Prandaj Rama jep e dorëheqjen. Dhe kështu po. Ishte këtu Rama nuk të duam, ne nuk kemi për dashur kur. Asnjëherë. Jep dorëheqjen. Ky vot nuk është për ty. Ky vot është për ne studentët. E as ne jemi ne dhe nuk jeni ju. Polma. Jep dorëheqjen. Faleminderit shumë. Rama jep e dorëheqjen. Rama jep e dorëheqjen. Rama jep e dorëheqjen. Tani shtoj Hillary, një vajzë që vjen nga Anglia për dhënë ajo mendimin e saj. E presim me dorë përgjigje. Përshëndetje bashkëdhetar, përshëndetje prindër, e përshëndetje shqiptarë në gjithë botën që na shohin sot. Jeni të mrekullueshëm me keni qenë të mrekullueshëm për 17 ditë dhe jam e sigurt që akoma do vazhdojmë të jemi të mrekullueshëm derisa Rama të bie Rama Bur Berisha Bur, Rama Bur Berisha Bur, Rama Bur Berisha Bur. Unë kam marrë pushimet e verës dhe kam 3 javë tani në Shqipëri dhe pas nesër iki dhe kthehem dhe nuk e kisha pritur që kjo protestë ndodhte këtu dhe I wouldn't have it any other way. Pra, s'do kisha ndryshuar asnjë që këto kanë qenë ditët më të veçanta, më të bukura të jetës time, të qëndroj në mendimin e zemrës time derisa vjen qau. Shqiptarët kanë nisur një tip të ri, tani që ne e quajmë Shqipëria e re, dhe ne nuk do ndalemi derisa të kemi Shqipëri tonë të re që e duam dhe na do. Siç kam të prindërit e mi, Shqipëri re, Shqipëri re, Shqipëri re, Shqipëri re, Shqipëri re, Shqipëri re. Siç ka thënë historia, dhe siç e shoh unë, jam e sigurt edhe ju, në jetën tonë Shqipëria nuk ka pasur shumë ditë të bukura, të lumtura të jetës së saj. Po ne jemi këtu, jemi nisur këtu që ta ndryshojmë atë, që t'ja kthejmë lavdin Shqipërisë tonë, ta bëjmë zonjë të madhe dhe të jetë mbi afër our neighbors, pra vendeve të tjera në Europë, sepse Shqipëria është vendi më i bukur të tonë. Kjo nuk është një jetë asnjë. Shumë faleminderit ju lutem mos ndaloni kurrë derisa të arrijmë qëllimeve tona. Unë do iki, po prapë se prapë po protestoj në Londër, siç ka ndodhur 4 protesta tani jam e sigurt që do vazhdojnë të ndodhin. Miqtë e mi kanë shkuar në protesta me gjithë botën që përkrajnë dhe të kthehen përsëri prapë. Derisa ta marrën punën këtu. Rama Bur Berisha Bur, Rama Bur Berisha Bur, Rama Bur Berisha Bur. Rama Bur Berisha Bur. Edhe tani do flas Meki që studentëve ekonomistë. Përshëndetje Shqipëri, përshëndetje populli më i bukur në botë. Shpresoj që sot, dita e 17 që ne jemi këtu të bashkuar, na gjejmë sa më shumë të bashkuar nesër, pas nesër dhe në ditët e bashkimit, sepse kjo është një ditë të cilën ne kemi marrë për të ardhmen tonë, familjen tonë. Unë përfaqësoj ekipin e studentëve dhe gjithashtu unë jam një vajzë, jam një familjare dhe gjithashtu jam nënë e 2 prindërve të cilët kanë vuajtur në të në komunizëm deri diku që fuqemi. Dhe ne gjithashtu jemi këtu për të thënë që të drejtat e studentëve duhet të pranohen deri në fund.
Në pajzë shumë për emocionet, në shtita e 17 të cilët protestojnë. Brava për Berisha full! Brava për Berisha full! Brava për Berisha full! Dhe gjithashtu, për shkak të emocioneve ka përgatitur një paragraf shumë të shkurtër. Unë duan që institucionet të shpërbejnë popullit dhe jo interesave private, kërkojmë një transparencë, llogaritënie në drejtësi për të gjithë. Kërkesat tona janë të thjeshta, thjesht një qeveri transparente, me rregulla të cilat janë shumë të thjeshta për të kuptuar nga populli shqiptar dhe gjithashtu dua t'ju bëj një thirrje, sepse në qoftë se ne i kemi zërat tonë të shpërndar, zërat tonë nuk të dëgjohen. Lidhuni njerëz, lidhuni studentë, forma gjenerata tonë, sepse forma jonë të dëgjohet të fundë. Bravo Shqipëria! Edhe në të fundit për përgjendje, gjenerata tonë, cila është toga jonë? Bravo jetë Koreqe! Bravo jetë Koreqe! Faleminderit! Brava jepe Koreqe! Ftoj Anjezën, një artiste të re, që t'jap dhe ajo fjallën e saj. Përdasim pak shurë! Përshëndetje gjithëve. E para jam shumë e lumtur që jemi kaq shumë dhe shoh kaq shumë të rinj. Po tregimin tim e kam shkruar dhe nuk du që të bëjë gati. Kam mbaruar studimet e mia me ekselencë të Torino në Itali dhe erdha në Shqipëri me mendimin që do të pjesësohej diploma shumë shpejt dhe do gjoja punë me një herë. Ndërkohë ka kaluar një vit e gjysmë dhe diploma ime akoma nuk po njësohet. Jemi këtu edhe për personat me aftësi të kufizuar, po për ato çfarë do bëhet. Ne jemi 15 vjeç, ligjit 15 të vitit 2019, thotë që 1 ndër 25 persona me aftësi të kufizuar duhet punësohet. A punësohen vërtet persona me aftësi të kufizuar këto? Jo. Ne duam një Shqipëri me vlera. Unë ku jam edhe përmendur për vllahun tim që emigruan shumë herët, dhe që nuk i kisha ku rritëm gjithë bashkë. Ne protest në bëjmë gjithë bashkë, organizatori jemi të gjithë ne, prandaj jemi kaq shumë. Dhe kam një pyetje për kryeministrin. Zoti kryeministër, nëse gjërat janë kaq mirë në Shqipëri, pse po largohen trim dita ditës? Është aeroporti plot. Ramambur Berishambur, Ramambur Berishambur, Ramambur Berishambur. Shfuqizor ligjin e investimit strategjik. Je Koreqe, thotë kryeministër. Faleminderit. Edhe tani, jam dhënës 9 vjeçares me emrin Erlis Kreka. Përshëndetje, unë jam një nxënës I shkollës Kosova. Unë jam 13 vjeç dhe vi nga një familje që është përpjekur të më edukojë me atë dashuri. Brezove tonë I ka mbushur mendjen me dokra që veç atë dashuri nuk kanë brenda. Unë nuk di nga politika, ama jam një apasionuar pas historisë dhe një gjë e di mirë. Çdo pllëmbe toke e këtij vendi nga jugu deri në veri është larë me qatë për të mbrojtur. Historia është kujdes dhe kujdesa është identitet kombëtar. Kur kujdesa fshihet, kombet rrezikojnë të asimilohen. Mos harroni,
rënjët tona janë në këtë vend. Ato na japin forcë dhe identitet. Nëse rënjët priten, unë, ti, çdo njeri që është shqiptar zhduket! Pa dhe, nuk ka ave. Mos na I prishni rënjët! Unë mund të jemi vogël për të dhënë mendim. Por mua, kjo që po ndodh më duket pushtim skuqash në Rodos. Pa luftë, pa armë dhe pa pritur do e shohim veten të huaj në vendin tonë. Shqipëria e shqiptarëve! Shqipëria e shqiptarëve! Tani shtoj Bekimi, një student inxhinierie që ka çdo ditë që paraqitet tu protest pa asnjë mungesë dhe nga ata student që shpreson që Shqipëria bëhet dhe do bëhet. Përshëndetje gjithëve. Jam sot këtu para jush si një I ri që shokët e tij janë larguar. Si një I ri që shokët e tij janë larguar nga politikat e mbrapshta të kësaj qeverie dhe të këtij sistemi. Kjo qeveri çdo ditë ja ka vrarë shpresën e popullit dhe çdo ditë ka pamundsuar jetesën e këtë vend. Por unë mendoj se Shqipëria do bëhet dhe do bëhet pikërisht nga ne që jemi këtu. Një pikë tjetër që do doja të përmendja ishte se ne nuk jemi kundër investimeve, ne jemi kundër vjedhjeve, ne jemi kundër investimeve jo transparente. Ne nuk jemi kundër zhvillimit, ne jemi kundër pasurimit të politikanëve dhe oligarkëve në kurrizën tonë. Diçka tjetër është tepër e turpshme që brezi I jonë dhe brezi baballarëve tanë kanë të njëjtat shpresa. Nuk kemi mundur të ndërrojmë më shumë. Kjo politikë na I ka vrarë të gjitha shpresat, por sot këtu ka lindur shpresa. Dhe sot këtu ne do e bëjmë Shqipërinë. Bravo jepe Koreqen, bravo jepe Koreqen, bravo jepe Koreqen. Edhe tani do flasim një student që ka studiuar jashtë edhe është I kthyer për Shqipëri, David Hoxha. Përshëndetje Shqipëri! Përshëndetje rini prindër, të gjithë që jeni këtu sot. Unë sot kam ardhur këtu që të flas për gjithë studentët që ky sistemi ka lënë në palët. Unë dua të flas për vendin që unë vi, që është saldarda e Tibrës, edhe unë dua të them diçka. A e dini që shkolla e saldardës po rënohet sot? Nuk ka asnjë një student. Çdo fëmijë I fshatit të saldardës shohet sot edhe shkon me autobusin e vetën për në Peshkopi që të marrë një arsim në shkollën e Peshkopis. Turp! Fshatet janë në palë. Neve kemi qyshër, kemi prindër që janë mbetur në ato fshate, dhe asnjëri nuk I shikon, të gjithë kthejnë kokën edhe mendoj sikur nuk janë aty. Turp! Por unë kam protestuar në Angli edhe për projektin e Slavicës që do shkatroj atë Tibër që ka kjo Shqipëri. Turp Edi Rama që do të shkatroj historinë e Shqipërisë. Turp që do të shkatroj historinë e Gjergj Kastriotit që ka luftuar çdo ditë për Shqipërinë.
Unë dua të them edhe diçka tjetër për shëndetësinë e Shqipërisë. A e dini ju që prindërit e mi, gjyshrit e mi, përpiqen të shkojnë në spitale, po pasaj ata direkt i thonë, jo, duhet të shkosh në privat. Turp! Se duhet i mbushim lekët neve oligarkëve që të shkojnë në privat, që të marrim diçka, të marrim shëndetësi, që ky shtet duhet të na japë. Turp! Edhe një që tjetër që thotë Edi Rama, ky është investim për Shqipërinë, për rinin, për njerëzit që nuk kanë lek. Pse Shqipëria nuk ka investim që vërtet i jep rëndësi Shqipërisë? Sepse diploma në Shqipëri nuk njihet. Sepse diploma sot shitet. Njerëzit shkojnë në shkollë, edhe dalin për shkollë, pasi kanë luftuar për atë diplomë, edhe pasaj shkojnë të kërkojnë punë edhe thonë, më falë, nuk mund të marrësh dot punë se ti nuk je një person, ose ti nuk e ardhur këtu me networking tonë të njerëzve që je. Turp! Shqiptarët çdo ditë shkojnë në shkollë, marrin autobusa, që vetëm që të marrin një diplomë, që ata të dalin para prindërve dhe t'i thonë shiko mam, unë kam luftuar për këtë diplomë. Edhe pse nuk mundet të gjenë ata punë, sepse ja është ky sistem, këta oligarkë që e kanë shqipur Shqipërinë, shkollë. Unë kam ardhur me një mesazh shumë të shpejtë. Rama e Berisha, ju duhet jeni në burg! Rama pun Berisha pun! Rama pun Berisha pun! Rama pun Berisha pun! Shumë faleminderit! Zëri i rinisë është ai që e trep më shumë kryeministrin tonë. Zëri i rinisë është ai që nuk po i lë të qetë dhe që të ndrojë mendimin e vet çdo ditë. Njëra agent grek, serb, iranian, tradhtar, por tani po kujdeset me fjalët e tij. Njerëz të çitër, por të keq përdorur. Ju po na keq përdorni neve. Duhet ta keni diçka të qartë dhe këtë e kam me klasën politike. Nuk do të lodhemi sot, nesër, pas nesër, çdo ditë, një vit e më shumë, jemi kapitanin tu. Nuk do ishemi, ti je dorëçen. Ftoj lirën një studente gjithashtu nga Anglia për të mbajtur fjalën e saj. Përshëndetje shqiptar! Jam rritë të rritë në Angli, kam ardhur sot për protestën. Pse? Jam munduar me rikthyer në Shqipëri, për një dhënë shtetit tim, për një dhënitarit me tjerë shtetit tim. Po vi këtu e qa shoh njët nepotizëm, shoh që vetëm marrin mundimin gjithë njerëzve që e meritojnë. Unë shoh mundësi, shoh një ndryshim për Shqipërinë. E ndryshimi jeni ju. Të gjithë njerëz meritojnë ujë, drita, shtëpia, po këta hajtuka rrinë këtu e ju marrin njerëzve, shkojnë në tropoj, nuk shoh asnjëri. Kanë ikur gjithë, jam unë emigrante, tu të vi prapë në shtetin tim. Jepi mundësive shqiptarve, se jemi një popull që ka artista, ka njerëz shkollum, ka njerëz që meritojnë mundësi dhe mundësia jeni ju. Rama por Berisha por!
Shapur. Edhe tani, me që të kemi për fund shembull të studentëve të paknaqur, kemi edhe një më shumë, Rejan Leshi, një student. Përshëndetje për gjithë njerëzit që kanë ardhur sot si pjesë e rezistencës kundra këtyre klasë politike që neve kemi sot sipër. Grevja jonë të në këmë, dëshmoj që neve shqiptarët nuk flasim kot, por neve ngrejemi kur duhet të shesim, neve ngrejemi kur duhet të shesim dogo moralit tona, dhe neve nuk e lejojmë të gjë. Gjithashtu, duhet përmend që synimi jonë nuk duhet të jetë që vetëm të heqim kokën e tupët, se milingorat e ndrojnë atë mbretëresën e vet, por duhet që të hedhin poshtë regimin që tona e kanë ngritur. Duhet që të marrin drejtësinë që neve nuk e kemi pasur. Ne shpërnjohim korrupsionin që neve na e kanë imponuar. Na e kanë imponuar në strukturat mjekësore, në strukturat arsimore, gjithashtu dhe në strukturat e drejtësisë, dhe në çdo strukturë tjetër. Por ai zotëria që kemi atje lart, nuk e kuptojnë që këto janë drejta që neve na i ka dhënë Zoti, dhe neve do luftojmë për këto derisa t'i marrim ato të gjitha. Për të mos marrë më shumë kohë, duhet t'jap edhe një mesazh për ato që janë akoma skeptik. Ka 17 ditë që vim këtu në protestë. Ka 17 ditë që njerëz vetëm rritën në numër. Dhe ai që thotë që Shqipëria nuk bëhet, që ti është që ai nuk bëhet. Ai që thotë që protestat nuk japin zhvillim, që protestat nuk japin ndryshim, hajde këtu me neve dhe provoje. Që që lëndërimi nga kafja dhe nga divanet që jemi ratuar shumë atje, dhe të vim këtu se gjohë se neve jemi rezistent, gjohë se neve jemi të patullë në drejtën tonë, atërë të shohim që vetëm që Shqipëria nuk bëhet, por dhe të shohim që neve do t'i marrë gjithë rezultatët që neve dua, dora do tonë ato që kemi nërë të neve. Falënderi tjera, atërë të në shumë. Raman Pulperi Shatpur, Raman Pulperi Shatpur, Raman Pulperi Shatpur. Edhe tani, Melqani, një biolog medisi. Mirë mbrëma qilëve. Unë fillimisht kam një pyetje, po a keni parë ju protest më të bukur se kjo? A keni parë ndonjëherë që ndërkohë që fëmijët pikturojnë atje tutje, prindërit e motrat e vëllezërit e tyre qëndrojnë këtu prej ditësh për tahmen e tyre? Sot, si për ditë, morëm një lajm tri, edhe morëm vesh që ka bërë Narta Kos. Edhe këtë e tha jo më pak se Marta Kos, komisionerja e zgjerimit e Bashkimit Evropian. Ndërkohë që i rrifte shpatullat kryeministrit tonë Edi Rama. Edhe me që shumë bankarta për Martën sot, mbase do na dëgjojnë, kështu që do fokusohen pak tek Bashkimi Evropian dhe tek Marta posaçërisht, me disa pika, prandaj edhe do t'i lexoj që t'jem shumë korrekt me Bashkimin Evropian. Me pak fjalë, mjafton që qeveria shqiptare dhe ministria jonë e mjedisit i garantoj Bashkimit Evropian që do të ruhen standardet mjedisore dhe do të bëhet një vlerësimi ndikimit mjedis, që ata të qetësohen. Po me sa duket, ata nuk pas kanë qenë as pak të shqetësuar. Tutti vi fundi pa tjetër qasjes që e pat kjo punë. Jemi mësuar me këtë term e pat kjo punë. U shkatrua zonë e mbrojtur, pastaj tani ta qajmë të shkatrim edhe të mos bëjmë asgjë. Tani po thonë që pavarësisht se punimet filluan, rrugë të reja u ndërtuan,
më shumë se 7 kilometra rrugë janë ndërtuar, tona shekullore u shkatruan në Vjosnart dhe u dëmtuan jo 1, por 3 habitate prioritare për Bashkimin Evropian të zonjës Marta. Do me thënë, jo 1, por 3, se kam vënë re që numërimi për këtë qeveri është një problem i madh. Një pyetje kam për zonjën Marta. Si ekspert mjedisi dhe si një biolog që kam punuar për disa vitësh, posaçërisht në zonën e Vjosnartës. Po ekziston diku tjetër në Bashkimin Evropian një shembull që bëhet vlerësimi ndikimit mjedis njëkohësisht me ndërtimin e rrugëve dhe urave të reja. Do me thënë, ndërkohë që biologët numërojnë shpendët që ikin, makinerit do ftojnë zonën e mbrojtur. Kjo është patjetër çdo lloj sensi logjik. Vlerësimeve ju ka ardhur fundi nëse ato bëhen thjesht për të justifikuar vendime që merren. Vetë Edi Rama deklaroi se sa t'jem unë në krye qeverisë, ky projekt do të vazhdojë. Atëherë për çfarë do t'i shërbej vendimarrësve ky vlerësim që po bëhet aktualisht? Kush nga këta vendimarrës mund të guxojë të thotë jo, ky projekt nuk ndërtohet dhe të dëmton mjedisin? Askush. Për t'i ardhur tim pas ministrit mjedisit, kam një sugjerim. Parë se është më mirë të riemërtohet Ministria e Mjedisit dhe të quhet Ministria e Turizmit të Paqëndrueshëm. Në këtë mënyrë, fjalët e tyre do marrin kuptim të si. Prandaj, zoti Edi Rama, zonja Marta Kos, nuk pinë më ujë garancit këtu. Ju duhet të anulloni ligjin, duhet të anulloni shkatrimin dhe të bëni një moratorium për çdo lloj ndërtimi që erdhi si rezultat i ligjit të zonave të mbrojtura 21-2024. Faleminderit shumë. Revolucion, revolucion, revolucion. O popull shqiptar, o Edi Rama, o Sali Berisha, ku do mbyteni o hajtut, ne me fjalë ju me barut, ju me forcë ne me të prut. I dashur të na përçani, o dale more se ka thot këtu. I dashur të na birni, o dale more se ka thot këtu. Jeni munduar me lloj mënyre që të na ndani e të na shifti e të na përtriti. Po dale more se ka thot këtu. Popullin doni ta gjumizoni. Popullin doni që ta shifti e ta përtriti. Po dale more, ka zot këtu. Tani o popull duhet të flasë ju. Duhet të bëhemi të vetëdijshëm që të gjithë njohim njerëz në jetën e përditshme, që janë pjesë të administratave, njerëz që ngopen duke vjedhur e duke i dhënë foto këtyre, njerëz që ngopen duke shpatur e rrin kafeneve ndërkohë që ne jemi këtu plot, njerëz që ngopen duke ndarë makinat e tyre, duke unoshe, duke përtenderat e tyre, ndërkohë që neve po arritemi rrugëve për ta. Dale more. Rama Berisha pur, Rama Berisha pur, Rama Berisha pur, Rama Berisha pur. E nëse dua vërtet pushim, marshime nuk janë mjaftueshëm, këngët nuk janë mjaftueshëm, hyrjet nuk janë mjaftueshëm sepse këta i kanë veshët e thënë. Këta nuk duan të dëgjojnë se çfarë thot populli. Për këta ne nuk jemi njerëz. Kështu që deri në fund, luftoj, të ta vazhdojmë këtë revolucion, mos të kini flatë të vdes. Revolucion!
Revolucion! Revolucion! Ne jemi mbledhur këtu, sepse opozita që kishim nuk bënte. Ne jemi populli, ne jemi opozita. Opozita jemi ne, opozita jemi ne, opozita jemi ne. Opozita jemi ne. Po shoh që jemi shumë njerëz, por nesër duhet jemi akoma më shumë. Nesër më shumë. Nesër më shumë. Nesër më shumë. Nesër më shumë. Edhe tani kam nderin të prezantoj Fatmën, një juriste që të flasi për problematikat e studentëve. Mbrëma Shqipërinë. Unë sot kam marrë një pyetje, e cila gjithashtu nga studentët këtu kërkojnë që të merret një zonë. Dhe prandaj kam dëshirë që ta lexoj për të gjithë ne, por i drejtohem zonjës Marta Kozë. Zonja Marta Kozë, në deklaratën tuaj. Zonja Marta Kozë, në deklaratën tuaj përsëritët sot narrativën e Edi Ramës për këto dy projekte të cilat kanë shkelur ligjin e mjedisit të konkurrencës publike, se Edi Rama ju ka thënë dhe u shkëtuar se këto dy projekte do të jenë në harmoni të plotë dhe zbatim të ligjeve të mbrojtjes së zonave të ndaluara. Ne këtë në Shqipëri si e quajmë telefoni prishur, zonja Marta. Atëre, në gjuhën e kësaj loje, të cilët ju e nisën, e në fakt në Shqipëri, pa dashje dhe pa qëllim, e luajnë kryesisht fëmijët. Zonja Marta, neve studentëve na kanë deklaruar ekspertët tuaj të Komisionit Evropian dhe Parlamentit Evropian, konkretisht, Parlamenti Evropian në raportin e tij A100106/2025 mbi raportet e Komisionit Evropian të viteve 2023 dhe 2024 specifikisht të përkthyera në shifr se ata konstatojnë që aeroporti i Vlorës 1 dhe projekti në Vjosnar 2 pra që ishte që cënojnë në ligjet kombëtare dhe dërkombëtare për mbrojtjen e biodiversitetit dhe ndikojnë negativisht në procesin e integrimit të Shqipërisë në BE. Pra, besoj që këta ekspert kanë qenë mjaft të qartë, ndikojnë negativisht në ligjin kombëtar dhe ndërkombëtar të dyja këto projekte. Prandaj komisioni ka propozuar specifikisht që të rishqyrtohen këto dy projekte sepse antarësimi në BE është i kërcënuar. Pra, pyetja e studentëve është, përse nuk i përmendi këto konstatime të raporteve të institucioneve Komisionit Evropian dhe Parlamentit Evropian, por zgjidhni të luani lojën e telefonit të prishur. Atëre, unë ju siguroj se disa studentë më kanë siguruar që kjo e opozon Bashkimin Evropian dhe që ndryshmëria juaj ndaj vlerave europiane në këtë momente është tepër e prishtë. Pra sot në Shqipëri po luftoj për vlerat europiane. Po ju, faleminderit, forca Shqipëri! Shqipëri!
Shqipëri ka vepruar. Lejme të zgjohemi me protestat, me lajmet dhe me çdo gjë. Partje ndodhi incidenti që shkuam deri atje ku na çuan, s'ka problem. Kjo tregon akoma që jemi akoma të qitër dhe naiv, që është një vlerë, por duhet të tregojmë shumë kujdes. Janë momente shumë fragjile, të gjithë të bashkuar, nesër më shumë, 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 nesër më shumë. E mbylla, ju falenderit shumë për liri dhe pronari, nuk shetim shqiptari. Bravo! Nesër më shumë, nesër më shumë. Nesër më shumë.